Kina është një fuqi botërore që është në rritje. Është konfirmuar në vendin e dytë si fuqi botërore, qoftë në ekonomi, qoftë në fushën ushtarake dhe po luan si e tillë. Kështu që ajo e ka luksin, në fakt, në raport me Rusin, e ka luksin që tjetë e duruar dhe të presë kushte më të përshtatshme në favorin e saj. Ndërkohë që Rusia nuk e ka këtë luks, sepse i duhen para, i duhen financa për të mbështetur qoftë luftën, por edhe ekonominë e rrënuar, dhe problemet ku zhytur. Kështu që pavarësisht atyre që u trumbetuan për vizitën, në fakt objektivi kryesor nuk u realizua. Shkaqet paktën me ato sa u thanë në media ishin që Kina dhe Rusia nuk kanë dakord për çmimet ose për kostën e gazsjellësit, sasinë, gjëra të tilla, por nga ana tjetër Kina besoj që është e shqetësuar nga një varësi e mundshme nga Rusia për energjinë. Gjë që nuk do ishte në favorin e Kinës, duke marrë parasysh edhe përvojën e Europës,